Protesta e dytë e opozitës para kryeministrisë u zhvillua në formën e një foltoreje të hapur, ku demokratët dhe simpatizantët e tyre u mblodhën për të kërkuar largimin e kreut të qeverisë Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila mbetet në nënhetim pas vendimit të GJK për pezullimin nga detyra. Në skenën e ngritur përballë godinës së qeverisë, Sali Berisha mbajti fjalën kryesore, duke falënderuar qytetarët për mbështetjen dhe duke akuzuar mazhorancën për korrupsion dhe keqqeverisje. Unë ju sjell këtu ju përshëndetje të përzemërta nga udhëheqja e internacionales së Qendrës Demokrate, përfaqësues të 115 partive të Qendrës djathtë në të 4 kontinentet. Por në agjendën e punimeve të Asamblesë Përgjithshme të CDI, një vend qendror zinte edhe Shqipëria, narkodiktatura e Edi Ramës, droga e Edi Ramës, ka marrë dhënë Edi Rama. Edi Rama krahasohet sot me narkodiktatorët më të rryer të planetit. Berisha u ndal edhe në zhvillime ndërkombëtare, ndërsa theksoi se opozita shqiptare po merr mbështetje nga forcat e djathta në 4 kontinente. Unë kujtoj se historia, se koha, thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro. Minimumi e vërtet është 90-97, por kjo shumë, çdo shqiptar duhet ta di, se është shumë më pak se 100 apo 200 e atyre që kanë vjedhë këta hajdut të paftyrë. Vjedhje tjera janë vetëm një gjë, për se cilin prej jush, po dhe çdo shqiptar, kudo që është. I kujtoj këtu se në 12 vite, Edi Rama me Lulzim Ballukun kanë administruar taksat tuaja, 67 miliard euro. Në 8 vite kemi administruar 28 miliard euro, sepse ne kishim gjysmën e taksave, besonim dhe besojmë që ne qeveria duhet marrë minimumin nga qytetarët. T'ja u lër atyre të investojnë, se investojnë më me eficiencë. Ai e krahasoi situatën politike në vend me regjime të tjera autokratike, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për deformim të procesit zgjedhor dhe kapje të institucioneve. Tubimi zgjati rreth 1 orë gjysmë, ku protestuesit shpalosën pankarta dhe mesazhe kundër qeverisë, ndërsa udhëheqësit e opozitës përsëritën thirrjet për largimin e menjëhershëm të kryeministrit.